Njerëzit e mendojnë që haxhi patjetër duhet të bëjnë ndryshim tek njeriu. E kur them e mendojnë, në fakt kështu janë edhe këshillat edhe mësimet e hoxhallarëve, që ne i japim që haxhi të bëjë ndryshimin në personin, të bëjë ndryshimin pozitiv, ai që ka qenë me mëkate, me gabime, me defekte në diçka të caktuar, të shfrytëzojë rastin, të pendohet atje, të përmirësohet dhe të kthehet pra që të shkruaj këtë librin e ri, këto faqet e reja, faqet e bardha të cilat nga mëkatet ndoshta janë shlyer, disa dietarë mendojnë që nëse pendimi ka qenë edhe i sinqert gjatë haxhit, mund të jenë shlyer edhe mëkate të mëdha, se mos flasim për mëkatet e vogla, atëherë ky njeri duhet të shfrytëzojë rastin që të shkruaj vepra të mira tashmë në librin e tij të vepra. Pra kështu është porosia jonë. Pra rajaat ke yawma waladethu ummu, kthehet sikur ditën kur e ka lindur nëna. Pra ai kur kthehet prej haxhit i bie se kthehet i pasur nga mëkatet në një farformë dhe duhet të shfrytëzojë rastin që të përmirësohet. Kësaj pra edhe i miri duhet të përmirësohet në kuptimin të bëhet edhe më i mirë. Edhe ai që ka pas vepra të mira, edhe ai që ka pas mjaftueshëm për kushtim fetar, bëhet edhe më i mirë kur të kthehet prej haxhit, pra nëse ka qenë agjërues, bëhet agjërues edhe më i theksuar në kuptim agjëron edhe nafile më shumë. Ai po që ka fal namazin, por tashmë namazin zakonshëm e fal me xhamat, e fal në mënyrë të ngadalësuar e tjera, pra shton prej rekateve nafile, e shumë gjëra të tjera që haxhiu i bën ndryshim në vetvete. E tash, disa njerëz janë që vërtet para se të shkojnë gjitha këto që i përmenda, e pak përmenda prej tyre, pra janë që shumë falin namaz nafile, janë që agjerojnë agjerim nafile, japin zakatin, por japin edhe lëmosha të ndryshme të kohë paskoshme, janë vizitues të antarëve të familjes së ngushtë dhe të gjerë, janë mbajtës të lidhjeve farefisnore, janë në vendet ku duhet të jenë, në kuptimin e ibadetit janë me performim jashtëzakonisht të mirë, në kuptimin e moralit tyre, ahlakut tyre janë jashtëzakonisht të ndërtuar mirë, dhe sikur ne e themi, po ky çfarë duhet të shkojë në haxh, se njerëzit e mendojnë që në haxh ne shkojmë për të shlyer mëkatet. Ajo të nderuar vëllezër, jo vetëm me haxhin, por me çdo vepër të mirë mëkatet shlyhen, por ne paraprakisht duhet ta dimë se ato janë detyra, janë obligime që i kemi ndaj Zotit xhalla xhelaluhu, pavarësisht kem mëkate apo nuk kem mëkate, ne duhet i kryejmë ato detyra. Pra nuk guxojmë të mendojmë se fakti pse falim namazin, ne pra qenë kemi mëkatar paraprakisht e për këtë arsye falimi. E të mendojnë disa tjerë se gjithë ata që falen janë mëkatar dhe për këtë arsye falen. Ose ata që agjerojnë janë mëkatar për këtë arsye agjerojnë. Ata që pra po e kryjnë haxhin janë mëkatar dhe për këtë arsye e kryjnë haxhin. Jo, kështu nuk duhet të njihet kjo gjë, se njeriu më pa mëkate dhe në përgjithësi njerëz më pa mëkate janë vetë profetët